Te kjo bëj. Sot do luajmë një lojë në Roblox që quhet Code Grass for Brainrots. Edhe përpara se të fillojmë, mos harroni me bë një like edhe një subscribe nëse do më shumë video edhe le të vazhdojmë. E bëmbolla gen kamera pak edhe kështu pra. Do të ja të ngjet si shumë po. S'kemi që i bëjmë kësaj kamerës, internetit. Okej. Tani për me prej barin duhet me prek në ekran, kështu. Edhe duhet me prej barin për me marrë Brainrota. Kaq që ka loja, pra i ke marrin këtë Team Cheese-in, me që boka dhe më shumë lek. Take Team Cheese. Tani, ne do shkojmë edhe me e vendos tek kjo baza, edhe bëjmë lek, besoj, edhe do shta e bëjmë upgrade këtë gjën që për në barn. Ok, mundemi edhe me bë upgrade. Nice. Që ka i lo interesante. Gjë të themi. Ok, kemi bërë 512 lek edhe tani duhet me hikte upgrade për me bë më të mirë këtë gjën që për barë. Edhe ka tani 300 këtë. U besoj që mundet me prej akoma më shumë barë, pra pak më shpejt. Ok. A mundemi tani me kalu këtu të bari blu? A, se prega do të ok. Hikim ne ta marrim tripi tropit. Okej. Hikim tani e vendosim aty tek baza që të bëjmë lek. Edhe tripi tropit këtu. Ok, po bët 329 euro për sekund për në bët Team Cheese, e bëjmë upgrade edhe 3 tropit. Ok, 162 euro. I kemi 3590 lek. Tani shkojmë edhe bëjmë upgrade këtë gjën që për barë, se nuk e di si qot. Po nëse do të shohim tani a mundemi me kalu kënejt e bari blu, ku besoj që do jetë rare, edhe akoma nuk mundemi me kalu. S'ka problem, marrim talt pa difero. Ok. Hikim tani këtu. Edhe vendosim talt pa difero. Marrim lekët, e bëjmë edhe upgrade, edhe kemi goxhan, lek po bëjmë, si që për shikoni dhe aty poshtë, 7.000, 11.000, 13.000 dhe vetëm 1.000 të marrë lek, 15.000 euro i kemi bërë. Tani që të bëjmë upgrade. Ok, këtu. Qeka për me rësho këtë. Që e për barë, si loj, se di si qurë, po, nese, do e qërëm grëshër, pak të në t'ja vejmë njëmër, do e qërëm grëshër, se ka ime grëshër, po besë, no? Ashtu do e qërë, se nuk e di si e ka ime, si qurë, pra, edhe shërëm të bërmë upgrade këtu neve, edhe hikim tani martin edhe të sabër në rotat e tjerë. Edhe le të shohim se a mundemi me kalu nejtë e bari blu. Edhe po mundemi me kalu, po me vështirësi. Ok, këtu pas kemi në të bërnërota më të mirë, marrim kakto hipopotamon. Ok, marrim kakto hipopotamon. Kjo është rare, pra kemi hapë pjesën rare. Për me marrë bërnërota. Ok, vendosim këtu, e bëjmë upgrade tani, është lek saktimi, marrim edhe këta, e thesjallesi dhe spawn graphic,
Ku jem mune, ku është ajo Celestial? Ka ko për me marrë. Okej, marrim ca lek neve, se na duhen për me bë upgrade këtë gjën që për barë. Me bë upgrade gërshërën, no? Ja thash nuk e ka emrin gërshër, po ashtu dhe qurën se nuk di si e ka emrin. Okej, bëjmë upgrade shpejtësinë edhe këtë. I marrim edhe ca lek tia që ta bëjmë upgrade akoma. Ikim këtu të upgrade-i, bëjmë këtë, edhe shohim tani, si që përshifni e për shumë shpejt barin. Ok, hikim, ka marim. Shof për nëjë bërë në rotë mirë, edhe marim këtë e burë baloni. Burë baloni luli lolin. Ok, hikim tani këtu të baza, e lejmë aty, marim leket dhe bëjmë upgrade këtë, që të shkojmë tek pjesa tjetër, pra me marrë bërnërata që janë epic. Edhe kemi bërë 252.000 euro, shkojmë tani këtu edhe të shofim. Ok, bëjmë upgrade këtë, se bëjmë shpejt e kemi tek 3.800, e kemi bërë këtë. Hikim përim të shit, shofim, mos mundemi me kalua një të purple, s'ma merë menja se me zërimi të preket barin që është blu, jo po atë purple, ose barin epic. Ashtu është edhe rarity, edhe ja nuk mundemi me kalu. Hikim të ke fluri flura, se ka imën kjo mod. Edhe hikim e vendosim atje. I lojmë shumë e mirë deri tani, me marrë bërnërota, pra me prej barin që të marrë është bërnërota. Shumë lojë mirë qekëm, nuk qeka keq. Marim lekët, shumë sa i kemi bërë, edhe i kemi bërë 322.000. Na duhen 500.000 për me marrë 2 bërnërota, që ti marim lekët, dhe sa ti bëj 500.000. Ok, do me pëjtë edhe pak, ti bëjmë collect. E marim edhe ca lek. Ok, kemi 500.000 lek, edhe hikim tani e bëjmë upgrade atë për me marrë bërnërota akoma më shumë. Mi marrë 2 bërnërota. E hikim tani këtu tek rare, edhe marrim ata më të mirët. Marrim flurën. Edhe këtë Svinino Bombardino, si e ka emrin kjo. Ky darkuci me bomb. Ok, një lojë shumë interesante. Ok, vendosim flurën edhe Svinino Bombardinon. Ok, tani i kemi, sa lek i kemi dhe jera të poshtë, i kemi 400.000. Ikim këtu të kjo, ta bërmë upgrade, këtë gjën që për barë. Ikim tani për barë, për me mërë sa bërnërota të mirë. Ok, po e prem pak më shpejt këtë barë më blu të shirë. Edhe hikim marim atë bor baloni luli lolin, se po ka shumë lek aty në fund. 102 lek për sekund. Hikim shpejt. Edhe
Edhe le ta marrim. Shofim edhe këtë barin purple, mos mundemi me e pre. Po nuk mujtëm, kthehemi mrapsh edhe jo nuk mundemi. Marrim edhe në i bërë në tjetër të mirë. E bor baloni që kam i mirë, kështu që e marrim këtë. Hajde marrim, ok. Ikim tash. Vendosim bor baloni këtu, edhe këtë tjetër. Bëjmë upgrade. Bëjmë upgrade edhe këtë tjetër. Marrim ta lekë këtu që i kemi. Ok, kemi gati 700.000. E bëjmë upgrade edhe këtu. Bëjmë edhe shpejtësi. Ok, shumë shpejt për e prejmë barin. Ikim të një marrim në i brendë tjetër. Pse kemi full atë, po e shesim në një. Marrim svinino. Dhe e farës është zëk. Marrim bër patapimin. Edhe këtë bër patapimin tjetër. Edhe hikim tek baza. I vendosim ta bërë rotat. Ok, shesim këtë edhe këtë tjetër. Vendosim bër patapimin këtu. Ok, duhet me bë edhe rebër. Edhe na duhet vetëm një minë na duhet kjo niveli, kështu që bëjmë rebërtin. Ok, kemi goxha lek neve, kështu që besoj që për e bërë nuk është do një problem. Ok, hikim tani bëjmë upgrade këtë gjën që për e barë. Marrim këta lekë këtu. Edhe hikim këtu, bëjmë upgrade këtë shpejt, fat, edhe fat tjetërën. Edhe kemi të 4300. Shpresoj edhe kjo është fundi i videos. Shpresoj që ju ka pëlqyer loja. Nëse doni part 200, atëherë mos harroni me bë like edhe subscribe edhe shihni në videot e tjera. Bye bye.